Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini sot në MCN Informacion, ku do të qëndrojmë në vim së bashku për të trajtuar tema të ndryshme, sigurisht edhe me të ftuarit tanë në studio. Siç është bërë traditë tashmë çdo të njëjtë, panelin e parë në pjesën e parë të MCN Informacion ne e kemi për teknologjinë dhe pikërisht sot do të flasim për disa pajisje të inteligjencës artificiale, pajisje teknologjike të cilat monitorojnë trupin e njeriut. Në fakt, a janë të rrezikshme apo janë të dobishme këto pajisje? Do t'i diskutojmë me të ftuarit tanë në studio. Është bashkuar me mua Kesi Voskopi, inxhinier elektronike. Kesi, faleminderit. Najsi. Mateo Doda, inxhinier software. Mateo, faleminderit. Kesi, çfarë janë këto pajisjet inteligjente që monitorojnë trupin tonë? Janë pajisje wearable, pra nga vetë fjala të thot janë pajisje digjitale, inteligjente të cilat vendosen, vishen nga njeriu. Pra, siç mund të jetë një aksesor si ora, unaza, një lente për shembull në sy, të cilat masin parametra të caktuar shëndetësor në trupin e njeriut. Për shembull, ora, siç e dim të gjithë, sepse ka një përdorim më masiv dhe është më e njohur për të gjithë njerëzit, mund të masi rrahjet e zemrës, aktivitetin fizik, sa hapa ke bërë në ditë, e gjitha këto. Por me ndërhyrjen e inteligjencës artificiale, të gjitha këto pajisje kanë përparuar edhe më tepër, duke arritur edhe në zbulime të sëmundjeve të ndryshme, pra në ndjekjen e të gjithë procesit shëndetësor të njeriut, për shembull sa orë gjumë ke fjetur, nëse gjumin që ke bërë ishte cilësor, apo jo... Pra vetëm me një pajisje të tillë? Vetëm me një pajisje të tillë, nëse je i stresuar, apo jo, apo për personat të cilët kanë sëmundje kronike, siç mund të jetë diabeti, gjitha këto pajisje ndikojnë në matjen e vazhdueshme të këtyre parametrave për shëndetin e njeriut. Dhe kjo mendoj që është një përparim goxha i madh për sa i përket edhe fushës së mjekësisë, sepse ndikon tej mase në gjitha procedurën e ndjekjes, sidomos për njerëzit që kanë sëmundje kronike. Është një procedurë mjaft e thjeshtë, pra ti thjesht vendos orën, mund t'i shikosh të gjitha për shembull rezultatet apo parametrat e tu nëpërmjet orës, ose ta lidhesh me anë të telefonit dhe ti marrësh nga aty të gjitha njoftimet. Kanë gjithashtu edhe një sistem alarmi, për shembull në momentin që po ulet presioni i gjakut, po ulet oksigjeni ose tensioni, të sjellë një mesazh që nuk shkon, lajmëron, ose në raste më të rrezikshme, për shembull Apple Watch, ka mundësinë, ka dhe opsionin që në Amerikë flasim, sepse në vendet e tjera akoma nuk është krijuar një rrjeti atill që ta suportojë si teknologji, por në Amerikë janë bërë edhe provat e para që për shembull në momentin që personi ka rënë në tokë apo ka një goditje le të themi të madhe, ora e detekton, dërgon sinjalin direkt tek ambulanca apo i merr ato në telefon. Çfarë pajisje të tjera janë të njohura? Është gjithashtu edhe një unazë e cila mund të bëjë matjen e presionit të gjakut, pra kontrollon tensionin apo rrahjet e zemrës, ose një lente optike mund të shërbejë gjithashtu të masë edhe nëpërmjet kanalit të lotit sasinë e sheqerit në gjak dhe pa qenë nevoja për të bërë shpime invazive, pra për të matur gjakun nëpërmjet shpimit, por thjesht me anë të kanalit të lotit kontrollohet përqendrimi i sheqerit dhe ky person ka apo jo diabet. Pra dalin rezultatet. Mateo, kur flasim për një monitorim të trupit të njeriut, aq më tepër kur ka edhe sëmundje kronike, është shumë delikate në fakt. Sa të sakta janë këto matje, këto monitorime, ose sa duhet t'ju besojmë këtyre pajisjeve? Tani ideja është që rezultatet ose informacionet që ti merr nëpërmjet këtyre pajisjeve duhet kuptuar lidhja ndërmjet këtyre pajisjeve me telefonin, si komunikojnë, çfarë nga po vjen ky informacioni, pra si po maten edhe gjitha këto me radhë, që ti do të besosh a janë rezultatet sakta, sa të sakta janë, sa besim duhet kemi të këto rezultate, dhe a janë të bazuara mbi shkencën, apo janë thjesht disa sensor, po themi që kanë një përmbledhje sipërfaqësore të informacioneve që merr nga trupi. Mënyra si funksionojnë këto pajisje wearable, pra të veshme nga njeriu, janë nëpërmjet sensorave biometrik. Pra, siç ne vendosim shenjën e gishtit tek telefoni, ai është një sensor biometrik. Të nesërmen, domethënë sa e regjistrojmë shenjën e gishtit,
e provojmë përsëri, me shenjën gishtit tonë hapet ky telefon, me shenjën e gishtit dikuj tjetër nuk hapet, që do të thotë ti po i beson që po ta njeh shenjën e gishtit. Pra në vetë janë sensor biometrik dhe janë të besueshme dhe janë të sakta. Pa diskutim nuk janë aq preciz sa çdo ishin aparaturat mjekësore në klinika që janë akoma më të sofistikuara. Por një ide si përfaqësore, pra një ide të tërthor, ti e merr se çfarë po ndodh me trupin tënd dhe mënyra si funksionon. Pra është e rëndësishme të themi që nuk duhet ta shkaluar kontrolli mjekësor, edhe pse ne kemi një pajisje të tillë që na tregon. Patjetër. Ajo do të thonë fjalën e fundit gjithmonë ka mjekësia, doktorët, njerëz të kualifikuar për këtë punë, por kjo po themi është një në thonjë za një mjek familje, mjek personal, sa përdon atë iden që ty të nevojitet nëse për shembull ti po merr nga këto pajisje sinjale që rrajtë e zemrës janë shumë të larta apo presioni i gjakut është shumë i lartë, pse mos ta bësh një kontroll? Ndoshta merr një përgjigje nga se të ka ardhur, pse nga aktiviteti fizik, nga kafeina apo diçka tjetër, dhe mënyra se si këto funksionojnë është nëpërmjet mikrosensorëve dhe që këto të dhëna ruhen në disa mikroprocesor dhe nëpërmjet Bluetooth në lidhjen me telefonin. Dhe për shembull, për presionin e gjakut, kur gjaku lëviz nëpër enë, përdoren drita LED jeshile ose infrakuqe dhe në momentin që gjaku qarkullon nëpër trup, në bazë të presionit që qarkullon gjakut, drita e absorbon në mënyra të ndryshme këtë luhatje. Dhe në bazë luhatjes që vjen nga kjo analize dritave jeshile apo infrakuqe, merr një informacion se presioni i gjakut është i lartë apo nuk është i lartë. Ka dhe disa përveç këtyre dritave LED që përdoren dhe pajisje apo mikrosensor tjera që shohin temperaturën e trupit, pra apo djersitesh, ke temperaturë, kjo vjen nga stresi, domethënë masin gjitha këto. Ndodh që për shembull alarmi të jetë i rrem ose të ketë vonesa për shembull në dhënien e lajmërimit për diçka që nuk shkon? Jo, sepse janë kryesisht, siç e përmendi edhe Mateo, duke u bashkangjitur mënyrën se si funksionojnë, është një sensor që është gjatë gjithë kohës zgjuar, le të themi, pra kontrollon në mënyrë të pareshtur deri në momentin që pajisja si mbaron bateria. Dhe për gjatë gjithë kohës që ky sensor është zgjuar, le të themi, ai kontrollon gjatë gjithë kohës dhe nuk ka vonesa në dhënien e përgjigjes. Ka raste që janë të pasakta, por në 90% të rasteve ka rezultuar që të jenë më shumë të suksesshme, pra t'japin alarmet cilat janë të vërteta dhe në shumicën e rasteve kanë ndihmuar edhe në ruajtjen apo e jetës së dikujt. Për të përmendur këtu një rast, një ciklist në Amerikë pa dashur rreth vitit 2020 goditi kokën dhe ra në tokë dhe po të mos ishte për orën e vetë smart, pra për këtë pajisje inteligjente, ndoshta çdo gjë mund të kishte shkuar përkeq, sepse momentin që godit kokën, sa më shumë sekonda dhe minuta të kalojnë, dëmtimet e trurit mund të vinë të bëhen gjithmonë e më të mëdha. Dhe ishte pikërisht kjo pajisje digjitale e cila telefonoi personin ambulancën më të afërt dhe ambulanca erdhi dhe le të themi e izoloi rastin me sukses vetëm për shkak të njoftimit që bëri kjo pajisje. Pra, po të bëjmë një analizë të gjerësishme, kryesisht këto pajisje janë më shumë ndihmuese dhe kanë qenë në vite rezultatet shumë pozitive se sa ato rastet e rralla që ndodh që mund të ketë probleme dhe mund të gabojë. Ndërkohë, Mateo, fole pak për ruajtjen për të dhënat, pra që identifikohesh, po ku ruhen vërtet këto të dhënat dhe kush i përdor këto të dhënat? Këto të dhënat duhet pasur parasysh se këto pajisje për shembull kanë inovacione ka ardhur së pari nga kompanitë shumë të mëdha të teknologjisë në Amerikë dhe normalisht i ruanin nëpër serverat e tyre dhe kompanitë e tjera që po investojnë shumë, pra po zhvillojnë akoma më tepër nëse një orë smart përdoresh për të parë mesazhet, për të kthyer përgjigje, edhe për të pasur dhe këtë pjesën e shëndetit, sa hapa ke ecur, sa kalori ke shpenzuar, në vetvete ka qenë gjithë përfshirëse për shumë një zëvendësim telefoni, po themi, deri diku, por jo e gjitha e përkushtuar ke shëndetit. Tani kanë dalë disa pajisje të reja si byzylyqe që janë vetëm për shëndetin, pra të shohin kualitetin e gjumit, të shohin lëvizjet gjatë ditës, të shohin sa herë ke lëvizur gjatë natës, si ka qarkulluar gjakut gjatë natës, ke bërë gjumë të mira apo gjumë pa kualitet mirë.
dhe këto të dhëna ruhen për çështje përmirësimi rezultatesh, pra analizash si ajo që po thoj pak më para mund të jenë sinjale të rreme, për të minimizuar sa më shumë sinjalet e rreme. Dhe gjitha këto kompani, po t'i shohësh në... Pra është një farforme dhe kalkuluese me të dhënat e më parshme kalkuluese me të dhënat e më parshme të metabolizmit të njerëzve të ndryshëm. Pra, mblidhen gjithë të dhëna, një mori të dhëna, dhe ato analizohen, i përdorin klinika ndryshme, i përdorin njerëz, për shembull është një nga këto byzylyqet, bëhet backup, do më thënë, supportohet shumë edhe nga shumë mjek që janë me PhD, pra me doktoratur në fushën e mjekësisë, dhe kjo është arsye pse shumë njerëz showbizit botëror i përdorin këtë pajisje, sepse kanë atë sigurinë që këto pajisje po suportohen, pra janë kjo shpike ka ardhur dhe në bazë të një personi, një mjeku me doktoratur, nuk është komplet teknologji, është teknologji ndërtuar me mjekësi. Dhe këto dhëna i përdorin këto kompani për të përmirësuar dhe për të analizuar në laboratoret e tyre si të përmirësojnë sa më shumë pjesën e shëndetit dhe si që ka qenë deri pak më para masnin kalorit nëpërmjet rrajës të zemrës dhe shpejtësisë të hapit. Tani shohin presionin e gjakut, rrajën e zemrës, temperaturën e trupit dhe normal që ti ke një në bazë të peshës, në bazë të shpejtësisë, gjitha këtyre më radhë, gjitha këto faktorë të japin një rezultat më të saktë se sa kalori ke shpenzuar me që morëm rastin e kalorive. Përsa i përket sigurisë të dhënave, duke qenë se kryesisht kompani që nxjerrin këto pajisje, përveç se janë shumë të kualifikuara dhe ka një bashkëpunim të ngushtë me personat e fushës, përsa i përket pjesës privatësisë, doja të thojë që kryesisht janë pajisje të sigurta, sepse përdorin platformat të cilat janë globale, kur ruhen, le të themi, një mori të dhënash të një rëndësie shumë të lartë, siç mund të jenë të dhëna bankare apo të ngjashme, të tilla të cilat kanë një rëndësi me vërtet të madhe jo vetëm për publikun, por edhe për shtetet e superfuqi dhe mbështeten në të njëjtat platforma që mbështeten edhe këto të tjera të cilat kanë nevojë për siguri maksimale. Pra le të themi që gjëja e parë që shkon në mendje është diçka me të vërtetë që i përket, domethënë drejt për drejt njeriut, sepse ty praktikisht kjo pajisje po të merë të gjitha të dhënat, parametrat, nëse ti je mirë nga ana shëndetësore apo jo. Dhe pyetja e parë që mund të shkojë çdo personin mendja është apo mund të përdoren këto të dhëna për keq nesër pas nesër, por është ideja që janë të sigurta. Pra ruhen nëpër serverat e këtyre kompanive të mëdha, siç janë Google, Amazon, Apple dhe janë struktura të mirëfillta të cilat e kanë vërtetuar për vite me radhë suportin e tyre për sa i përket privatësisë së dhënave. Pra, Kesi, ne po bëhemi më të ndërgjegjshëm për shëndetin ton, apo është edhe teknologjike e gjitha këto? Tha Mateo, nuk është vetëm ana teknologjike në fakt, është edhe nevoja. Pra, janë ndërthurur të dyja së bashku? Mendoj që është një ndërthurje perfekte, sepse ka njerëz që me të vërtetë kanë shumë të nevojshme. Po bëhen studime për shembull për rastin e epilepsisë. Ka persona që kalojnë kriza epileptike dhe janë me të vërtetë problematike, sa ato mund të bien direkt në tokë pa marrë asnjë sinjal paraprak. Dhe nëpërmjet këtyre pajisjeve me kalimin e viteve po bëhet do t'jetë e mundur që krizat epileptike të zbulohen rreth 30 minuta përpara, çka do të thotë se personi merr një alarm që mund përgatitur për një krizë të tillë. Po, ka shenja dhe ai merr të gjitha ilaçet e nevojshme përpara se sa kriza të ndodhi. Pra le të themi që është i Zoti i vetes për ta parandaluar këtë krizë. Dhe po ta marrim në këtë aspekt është me të vërtetë e nevojshme. Por nga ana tjetër, absolutisht që është edhe teknologjike situata, po ajo që është e rëndësishme është gjithmonë duhet të jemi të kujdesshëm, pra në aspektin e masës të cilën e përdorim, sepse teknologjia, siç ka të mirat e veta, ka edhe këtë mangësinë që ti krijon varësi ndaj saj. Dhe në momentin që ti krijon varësi gjatë gjithë kohës për të parë për shembull ecurinë dhe bëhesh i fiksuar, le të themi, pas kësaj procedure, pastaj le të themi krijon një varësi dhe fillon krijon ato idetë tua në kokë që edhe haron që duhet shkosh tek mjeku. Një nga këto pajisjet që ka pasur më shumë bujë dhe ka pasur shumë reklama nga sportistë, nga më famë botë, është një byzylyk i cili, se po flisim për ndërthurjen e mjekësisë me teknologjinë, një byzylyk i cili përveç inxhinierave shumë të zotë
për sa i përket teknologjisë, kanë bashkëpunuar dhe me MDs, pra me doktor dhe mjek të kualifikuar për këtë punë. Dhe ideja është që ajo që krijon besueshmëri tek njerëzit për të përdorur këto pajisjet nuk është thjesht rezultati që shikon ti në telefon, por është ideja se kjo pajisje që unë po flas është miratuar dhe nga Federata Ndërkombëtare e Tenisit për shembull, që është miratuar që kjo mund të përdoret në sport. Pra kjo jep sinjale të sakta për sportistët që ushtrojnë tenisin. Përveç saj është miratuar edhe nga administrata e ushqimeve dhe barnave në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që do të thotë që dhe në bazë, domethënë madh dhe në bazë të ushqimit si reagon trupi ose për shembull madh edhe pjesës inflamatore të muskujve, për shembull mund të kesh një ditë më përpara ti ke kryer shumë aktivitet fizik dhe do të shkosh po themi në palestër të kesh prap aktivitet fizik. Edhe sot kjo pajisje mund të komunikojë me telefonin dhe të jep sugjerime që take a rest, merr pushim sot ose bëj një ecje të lehtë dhe sepse trupi jot është i inflamuar dhe muskujt janë të inflamuar dhe mendo për servitet një ditë tjetër. Nëse trupi jot është shumë i relaksuar, ka bërë gjumë shumë të mirë, kjo pajisje mund edhe të sugjerojë të thotë, për shembull, mund të shkosh në, po themi në palestër dhe të vazhdosh me pesha sot. Dhe kjo është dhe gjithë këto miratimet nga administrata apo federata ndryshme të sportit kanë sjellë këto rezultate dhe besueshmëri te këto pajisje dhe kjo është arsye pse kanë pas dhe sukses në biznes. Pra jo vetëm teknologji, por edhe nevojë. Në fakt, Mateo ti the që është një farë mjeku familje, le ta themi kështu. A do të mundet që pajisja t'i dërgojë automatikisht këto të dhëna tek mjeku? Është shumë e realizueshme, si gjë, domethënë nëse duhet të ndodhte si nga ana teknike është e realizueshme. Pra mjafton të lidhen dy API të ndryshëm dhe këto dhënat që ka t'i japësh nëse po them një kompani tjetër do të bashkëpunojë me këtë kompani që ka këto dhëna, partneriteti i tyre mund mjafton të lidhen me një API dhe ti mund t'i ndash të dhënat po themi me një qendër klinike, qendër shëndetësore apo klinikë ndryshme. Kështu që për që në realizueshme është realizueshme, sa i përket benefitit dhe pjesës të biznesit, pastaj është gjë tjetër. Po që është realizueshme është nga ana teknike shumë e bëshme dhe mendoj se dhe do futet, po themi, në fuqi si aplikim, sepse kurse në gjithë ato radhët e pritura, pse ke dhe më siguri që kjo pajisja për shembull po t'jep me vërtet rezultate të sakta, se ndonjëherë njerëzit janë edhe skeptik. Në Amerikë ka filluar të përdoret si gjë, domethënë çon sinjale nëpër disa qendra shëndetësore, pra nuk është një projekt që ka nisur le të themi të zbatohet. Ndërsa për sa i përket pjesës së Europës janë kryesisht vendet nordike, Suedia, por gjithashtu edhe vendet të tjera siç janë Gjermania që kanë disa projekte pilot, pra për testuar që në rastet kur diçka po ndodh, siç ishte rasti për shembull që një person goditet, bie në rrugë apo që janë raste ekstreme dhe ka me të vërtet nevojë për ndërhyrje të menjëhershme nga ana spitalore, ato dërgojnë një sinjal drejt për drejt në qendrat shëndetësore, por që është vendosur në realitet praktikisht është në SBA, ndërsa këto vendet e tjera e kanë akoma si projekt pilot. Ndërkohë, Kesi, flasim për nevojë dhe po e marrim në këtë këndvështrimin që është shumë pozitiv, nevoja që ka trupi njeriut për të parandaluar edhe për të para se të ndodhë smundja se diçka nuk shkon dhe po vjen. Sa i aksesueshëm është këto pajisje, sa të aksesueshme janë për personat për shembull me të ardhura mesatare? Ka një lloj game ku le të themi ka pajisje të ndryshme që mund t'i përshtaten pothuajse çdo lloj personi me të ardhura mesatare apo më tepër. Por për shembull janë disa marka kineze siç janë Xiaomi apo pajisje të tjera të cilat kanë një kost relativisht më të ulët se sa për shembull mund të jetë një pajisje Apple apo diçka e ngjashme. Por edhe këto pajisje, siç janë Apple-i, Fitbit e shumë të tjera, të cilat janë të specializuara dhe kanë të vërtetuar që rezultatet që japin janë me vërtet të sakta, nuk ka një kosto shumë të madhe. Për shembull, një Apple Watch që është lansuar këto vitet e fundit,
shkon tek $350-400. Mendoj që për persona që është me të vërtetë e nevojshme, pak a shumë në përvendet e Europës, ai do shkonte një vizitë dhe një konsult tek mjeku. Ndërkohë që kjo është një pajisje, le të themi, si investim për sa i përket shëndetit të personit, sepse ai e ndjek gradualisht çdo ditë. Në këtë mënyrë, në një farë forme mund të jetë një kosto pak e lartë në fillim, po që mendoj që është tërësisht e përballueshme, sepse ajo është graduale, nuk është si një vizitë tradicionale që ne bëjmë tek mjeku, që gjithë parametrat që të matë është vetëm në momenti që ti bën vizitën. Ndërsa kështu le të themi që do të ndihmonte edhe mjekësinë tradicionale, sepse ti në portofolin tënd, le të themi digital, ke të gjitha të dhënat e tua, të gjitha parametrat të matur, për shembull për 3 muajt e fundit, dhe kjo do të ndihmonte çdo mjek përfushën përkatëse që të kishte një pamje apo një tablo më të gjerë të situatës tënde shëndetësore. Dhe me që jemi pikërisht e kjo të marrim një shembull, për shembull është zbuluar një test i ri për Alzheimerin. Si funksionon në fakt ky testi dhe pse është quajtur një hap historik? Në fakt është i tillë, është një hap historik sepse është një test i thjeshtë që bëhet nëpërmjet gjakut, pra thjesht merret një monster gjaku nga trupi i njeriu dhe nëpërmjet tij rezulton të marrësh një përgjigje nëse ti ke një probabilitet që në 10 vitet e ardhshme të kesh simptoma për sa i përket Alzheimerit. Pra, nëse më përpara duhet të zbuloheshin disa shenja të vogla dhe ti pastaj të identifikohesh që e ke këtë sëmundje, ky është një hap më përpara. Pra, të parashikon nëse ti do të kesh Alzheimer apo jo në vitet e ardhshme. Dhe ky është një hap historik për faktin sepse të gjitha ilaçet parandaluese të kësaj sëmundje, pra ilaçet janë më efikase kur ti e kap sëmundjen në hapat e parë të saj. Dhe nëse ke probabilitetin për ta patur një sëmundje të tillë, ilaçet janë shumë më efektive dhe mund të ndikojnë në izolimin tërësisht të rastit apo në ngadalësimin pothuajse të tij në mënyrë absolute që të mos përparojë në vitet e mëtejshme. Dhe kjo mendoj që është me të vërtetë një hap historik. A mund të funksionojë njëjta gjë, pra njëjti test edhe për sëmundje të tjera, Mateo? Për shembull kanceri, diabeti. Teknologjia po punon shumë për sa i përket fushës të këtyre, për sa i përket diabetit, për shembull mund të, siç është pajisja manuale që ti shkon ke mjeku dhe shikon nivelin e sheqerit në gjak, edhe këto pajisjet sa më të sofistikuara të jenë teknologjia e përdorur, normal që janë, që po flisim edhe pak për pjesën e aksesimit, sa më sofistikuar tjetë teknologjia dhe më shtrenjta janë këto pajisjet smart, por sa më sofistikuar janë ashtu edhe më të sakta. Kështu që ideja është që për pjesën për shembull ke pajisje që mund të ta japin këtë sinjalin e potential diabetes, për diabet mundshëm, ose ke pajisje që nuk kanë aq po themi avancim në sensorët e tyre që të masin nivelin e sheqerit në gjak. Por ideja është për sa i përket diabetit dhe disa sëmundjeve tjera ose për shembull njerëzit me hipertension, është për shembull release i fundit, pra publikimi i fundit të Apple Watch-it ishte që bëri upgrade, pra zhvilloi dhe investoi në pjesën e të maturit të hipertensionit. Pra nëse nivelet e më parshme, versionet e më parshme të Apple Watch nuk ta tregonin se ti mund të kesh një hipertension të mundshëm, në vazhdim, tani versioni i fundit mund edhe ta të tregoj këtë. Pra, sa vjen edhe më shumë po sofistikuar. Për testit të Alzheimerit është thjesht një protein e veçantë që prodhohet në tru në momentin që ti ke potencial për ta patur këtë sëmundje. Dhe pikërisht nëpërmjet këtij testi kontrollohet nëse kjo lloj proteine po prodhohet apo është në përqindje të vogël dhe të përcakton edhe nëse ka një probabilitet një kurim specifik. Dhe është goxha hap pozitiv sepse ndikon sidomos në memorien e njerëzve apo e qartë. Se dua të flasim pak edhe për një tjetër pajisje, janë syzet e reja Meta Ray-Ban. Çfarë janë, Mateo? Çfarë kanë ndryshe nga syzet e tjera? Ajo që bëri buën më të madhe këtyre syzeve ishin, domethënë këto syze doli versioni i parë diku e parë 1 vit, 2 vitesh, dhe e bukura ishte që ti mund të bëje foto nga këto syzet, mund edhe të dëgjoje me një mini box ke bishti i syzeve,
që normal ishte një inovacion, por po themi tek e fundit zëvendësoi ato pajisjet GoPro apo nuk e di që bënin foto. Tani ky release, pra versioni i fundit që nxorën, kishte kombinim bashkë me një byzylyk që të maste apo parashikonte, analizonte lëvizjet e duarve dhe të gishtave që ti mund të lëvizje apo mund të përdorje nëpërmjet syzeve, mund të përdorje ti ke një mini ekran të vogël në cep të syzeve, siç e shikoni edhe në background, dhe këtë mini ekran, ndërkohë që i ke syzet e vëna nëpërmjet AI Vision, pra inteligjencë artificiale, vizioni i inteligjencës artificiale, të analizon objektet në real time, pra në kohë reale, nëpërmjet inteligjencës artificiale dhe të tregon për shembull lokacionin ku je. Nëse ti do që zgjedhësh një lokacion tjetër ku duhet shkosh, bën disa lëvizje me dorë dhe kontrollon menun për të shkuar në një destinacion tjetër. Përveç këtyre, ajo që ka pasur një impakt shumë pozitiv është sepse në kohë reale, nëse ne të dy kemi vendosur syze dhe po flasim gjuhë të ndryshme, pra mund bëj dhe një përkthim. Mund bëj një përkthim që ti e shikon këtu pa të penguar vizionin, pa të penguar shikimin, dhe më bën përkthim në kohë reale fjalëve tua, ndërkohë fjalët e mia përkthehen ke syzet e tua, dhe në një farë mënyrë përveç komunikimit, po themi nëse nuk di gjuhën e huaj, është edhe për njerëzit me aftësi të kufizuar që i ndihmon pa dyshim kjo pjesa e shikimit të titrave dhe në një farë mënyrë e zëvendëson pjesën e aftësisë që ato nuk e kanë aq zhvilluar sa pjesët e tjera të trupit. Dhe këto syze, e rëndësishme është që ky zbulim, po themi, ka ardhur më shumë nga inteligjenca artificiale, nëse po pajisjet më parshme ishte një ndërthurje e teknologjisë, inteligjencës artificiale dhe mjekësisë, padyshim duhet edhe mjekësia. Kjo lloj pajisje është më shumë e gjitha teknologjike puro e inteligjencës artificiale. Ti mund të bësh dhe FaceTime dhe mund të shohësh fytyrën e personit tjetër që ti po telefonon, mund të dëgjosh muzikë, mund të flasësh në telefon pa i hequr syzet dhe mbajnë edhe goxha bateri për 2-3 ditë më duket. Mund të krijosh live streame, mund të dalësh direkt me telefonin, pra me aparatin celular. Po, është një aplikacion MetaView, specifik për këto syze, dhe ti praktikisht kur shkarkon aplikacionin nëpërmjet Wi-Fi ose Bluetoothit, lidh pajisjen tënde, pra syzet apo byrzylykun e dorës që vjen bashkë me syzet dhe dërgon lidhesh drejt për drejt me telefonin. Siç e përmendi edhe Mateo, pra edhe mund të shkruash mesazhe nëpërmjet byrzylykut, detektohen dhe ti shkruan mesazhe nëpërmjet gishtave dhe zëvendëson dhe telefonin për disa funksione të caktuara. Mund të zëvendësoj telefonin në disa aspekte, si për shembull mund të postoj story në Instagram, mund të hap një live stream në Instagram apo në Facebook, apo mund të bëj një telefonat apo video call. Por, jo të gjitha aplikacionet, sepse mbetet për të përmendur fakti që nuk ka një ekran që mbulon të gjitha aplikacionet që ti ke në telefon. Por, le të themi, funksionet kryesore të telefonit i mbulon absolutisht të gjitha dhe është ndërtuar në një mënyrë të atill që është super smart dhe çdo vend që ka syzja është dizenjuar në mënyrë perfekte. Pra, altoparlanti afër veshit dhe le të themi kanë arritur një lloj rezultati deri në perfekcion në këtë version. Për të përmendur gjithashtu edhe faktin që ka edhe një asistent të inteligjencës artificiale që është krijuar pikërisht në këtë versionin e fundit dhe ti po ecën për shembull në rrugë dhe i thua çfarë është ky objekt, më shpjego për historinë e këtij, më tregon se cilën rrugë do të ndjek, apo në rast. Pra ky shërben në udhëtime në këtë rast. Mund të shërbejë në udhëtime, por mund të shërbejë edhe në fushën tuaj të gazetarisë, sepse siç mund ta shikoni edhe në video, syzja këtu anash ka një kamerë dhe ti mund të bësh raportimin në kohë reale për një ngjarje të caktuar që po ndodh. Pra ti thjesht ke syzet e filmon të gjithë ngjarjen që po ndodh. Ndërkohë që edhe mund të komunikosh nëpërmjet. Po në shërbimet emergjente, për shembull. Në çfarë kuptimi në shërbimet emergjente? Ndoshta edhe kjo që kesi për ta lidhur edhe me këtë raportimin në kohë reale të ngjarjeve. E kuptoj. Në fakt në emergjenca nëse ty të duhet të telefonosh dikë me emergjencë, mjafton të thuash call this person, telefono këtë person edhe kalon direkt në telefonat pa pasur nevojë të nxjerrësh telefonin, ndoshta nuk ke akses
që ta përdorësh telefonin me duar, apo janë situatat të tilla që ti mund ta përdorësh dhe në emergjenca apo të telefonosh, mund bësh çdo gjë, sidomos kur ke edhe atë byzylikun që analizon dhe lëvizjet e dorës. Pra mund të kesh, po themi në rast të rrëmbimi, nëse ti ke syzet vendosur, ti nëpërmjet duarve mund të çosh mesazhe, mund të telefonosh policinë. Pra në varësi se ti lëviz duart, mund të bësh një fotografi, mund të çosh një mesazh. Po, të gjitha këto. Dhe ideja dhe të gjitha veprimet lexohen nga syzet. Lexohen nëpërmjet lëvizjeve të dorës dhe lexohen nga syzet dhe ti ke syzet e sheh që po reflektohet, domethënë byzyliku po ta lexon dorën dhe prandaj ti e shikon që po telefonohet një dikush tjetër. Dakor, po në publik si pranohet kjo, si perceptohet? Pra, sa e lehtë apo sa e vështirë është të kesh përballë një person që ka këtë teknologji dhe ti je gjithkohën i monitoruar? Diskutohet shpesh për pjesën e privatësisë, sepse praktikisht nëse ti ke ato syzet e vendosura, mund të filmosh çdo gjë. Dhe me të drejtë mund të thuash pse duhet filmohem, ndërkohë që unë jam në rrugë dhe ai person ka veshur këto syze. Sidomos pjesa e Europës ka ngritur goxha shqetësim për sa i përket pjesës privatësisë, por Meta po mundohet ta menaxhojë në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse për shembull, kur ti bën video, nxizet një dritë të kuqe që të lajmëron që këto syze po bëjnë video. Dhe deri diku po ndjekin politika të tilla që të minimizojnë sa më shumë shkeljen e privatësisë së personave të tjerë dhe për ta kthyer le të themi gjithë këtë si proces në feedback të personit që po i mban dhe jo në shqetësim për të tjerët. Në farë mënyrë mundohet të ketë atë transparencën që po bëhet video tani, po bëhet foto dhe mban lajmëron me një dritë, po që prapë kjo pjesa si çdo zbulim i mundshëm ka mënyra të përdoret në mënyrë negative dhe ke përdorim në mënyrë pozitive. Kështu që është varet se çfarë do t'i nxjerrë njeriu këtyre pajisjeve nga shërbimi që ofron. Por po ta marrim për shembull vetëm me shërbimin e fundit që kanë ofruar, siç e përmendi Mateo, që mund të komunikosh në dy gjuhë të ndryshme, mund të uli shumë barriera, sepse unë mund gjej një vend pune në Kinë për shembull që nuk di të flas gjuhën e tyre dhe thjesht nëpërmjet këtyre syzeve arrit komunikoj dhe pastaj e zhvilloj gjithë procesin, takimet shumë më thjesht. Por jo vetëm në aspektin e punës, por edhe në fusha të tjera shumë më gjerë. Le të themi që ul shumë barriera, sepse gjuha është një nga problemet më të mëdha që ka njerëzit në komunikim. Dhe diçka interesante ishte që këto syze ofronin shumë mira ngjyra që ti edhe në ditën më me diell të mundshme të kishe mundësi që prapë ta shikoje atë mesazhin apo veprimet që ti bëje nëpërmjet syzeve, duke ditur që kur ka shumë dritë duhet të arsohet dhe ai reflektim nuk lejon ta shikosh. Dhe teknologjia përdorur është shumë avancuar. Siç e përmend, sidomos për personat me aftësi të kufizuar, mund të them që është një nga hapat më të rëndësishëm që ka bërë teknologjia deri më sot. Mateo përmendi rastin kur ai nuk mund të dëgjojë apo për shembull nuk shikon. Janë pikërisht syze që i tregojnë kujdes sepse këtu është një objekt, ec në këtë rrugë. Pra, e gjitha le të themi pathja apo mënyra se si është ndërtuar është shumë e rëndësishme sepse mund të krijojë autonomi edhe në persona të cilët kanë aftësi ndryshe. Ky është edhe entuziazmi im se nuk është vetëm syzja në vetvete, është kapaciteti që po arrihet të ndodhe vetëm nëpërmjet një syze dhe një byzylyku, nesër pastaj mund dalë dhe një kufje, po themi me një aparat shumë i vogël që ty të bëj për shembull po themi të mbulojë personat me aftësinë e kufizuar, mund të ketë qipa, siç po punon Elon Musku me Neuralinkun, mund të ketë kufje, mund dalin, sa vjen do dalin pajisje akoma më të avancuara, më të sofistikuara, që në një farë mënyre, siç po flisim edhe më parë shikojnë smundje, mund të shërojnë smundje, domethënë. Po mirë, psikologjikisht, pra nga ana psikologjike, por edhe sociale, si ndikon e gjithë kjo, pra e shohim botën përmes lenteve të inteligjencës artificiale. Është shumë interesante se deri para disa vitesh shikonim Iron Manin dhe na dukte shumë pa imagjinueshme, ke parasysh ato pajisjet, teknologjia avancuar, Iron Manit e filmat Marvel, që i dilte një ekran i madh dhe ai thjesht nëpërmjet duarve kontrollonte menut apo ndryshme dhe tani po fillon të bëhet realitet, siç janë ato
MetaVision, janë këto syzet, janë gjitha këto, do më thënë, po e shikojmë ko reale që mund të bëjmë ato që shikonim në filma fiction më përpara, vite më përpara. Ajo që është më rëndësishme është se pajisjet sa vinë dhe bëhen më të përshtatshme, për shembull nga ato syzet e para që ishin shumë të mëdha, merrnin gjithë kokën. Tani janë thjesht një palë syze të thjeshta, si që janë modele më të përdorura nga Ray-Ban dhe janë tërësisht normale, ndërkohë që bëjnë gjëra fantastike. Filmat fantashkencë po bëhen real në jetën tonë të ne. Mirë, unë ju falenderoj shumë të dyve, faleminderit Mateo, faleminderit